Në mënyrë të papritur, ndoshta për vetë qeverinë Rama, një grup italian biznesi i vendosur prej kohësh në Shqipëri, ka prezantuar këto ditë në Rom projektin e një gazsjellsi nga vendi ynë drejt Italisë, që do të përfaqësojë një linjë të dytë të gazsjellsve midis dy vendeve, krahas TAP. Projekti është paraqitur në Rom me 6 korik nga guvernatori i Puljas Michele Emiliano, nga drejtori i grupit Falcione, Fabio Greco dhe nga presidenti promotor i projektit, Edmondo Falcione, shkruan te gazeta ekonomike italiane Il Sole 24 Ore. Projekti është ende në letër. Në rast se nuk do të dalin pengesa, realizimi i tij do të përfundonte nga viti 2020, kur pritet të paktën fillimi i aktiviteteve komerciale. Quhet Eagle LNG. Parashikon një terminal rigazifikimi bazuar në një anije FSRU në ujërat shqiptare, domethënë një njësi lundruese rigazifikimi dhe stokimi, të lidhur me një tubacion detar midis Italisë dhe Shqipërisë. Kostoja totale është rreth 660 milion euro dhe përfshin investimin për anijen dhe terminalin LNG dhe ndërtimin e gazsjellsit. Ideja është që në ujërat e Shqipërisë, 5 kilometra larg nga bregu, të vendoset anija, një lloj fabrike lundruese e cila do të furnizohej me gaz të lëngshëm prej anijeve të tjera nga Katari, që është furnizuesi i madh i kësaj lënde të parë energjetike. Pasi të rikthehej në gaz, duke qenë se transporti bëhej në gjendje të lëngshme dhe në temperatura shumë të ulta, do të transportohej me tuba në New York drejt Italisë. Sipas drejtuesve të kompanisë, projekti Eagle LNG në vitin 2013 ka marrë nga Bashkimi Evropian miratimin për përfshirje në listën e projekteve me interes të komunitetit, por është ende në pritje për të marrë autorizimet e nevojshme nga ana italiane. Ende nuk janë bërë të ditura kostot e transmetimit dhe shpenzimet e shitjes. Tani për tani, Eagle ka nënshkruar një marrëveshje me kompaninë Next Decade, që po projekton projektin e gazit Rio Grande në Texas, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Projekti duket se rivalizon gazsjellsin TAP, i cili do të sjellë gaz nga rajoni i detit Kaspik, dhe për të cilin ka pasur kundërshtime nga komuniteti në Pulja, ku do të jetë dalja e tij përfundimtare. Nuk është rastësi që prezantimin e projektit Eagle në Rom e kryesoi kryebashkiaku i Puljas Emiliano, i cili është përfshirë në një betejë për të zhvendosur daljen e TAP dhe që ndoshta e sheh Eagle si një alternativë për TAP. Por tashmë TAP është në 50% të punimeve në total dhe nuk parashikohet më asnjë pengesë ligjore. Ndërkohë Eagle nuk ka marrë ende okay nga autoritetet italiane. Por rezulton që projekti të ketë marrë okay nga qeveria shqiptare e asaj kohe, qeveria Berisha, në dhjetor të vitit 2008. Qeveria Rama deri më sot nuk ka revokuar asnjëherë marrëveshjen që dukej se ishte harruar. Projekti i gazsjellsit Eagle LNG është mjaft i hershëm. Ai është hedhur në treg dhe miratuar nga pala shqiptare kur ende gazsjellsi TAP konsiderohej si një opsion, por nuk ishte kthyer ende në një siguri. Tani që TAP jo vetëm që ka kryer 50% të punimeve, por është cimentuar si një partner strategjik i qeverisë shqiptare dhe i atyre vendeve që kalon, ndoshta ringjallja e këtij projekti do të duhej të bisedohej me palët, jo vetëm nga pikpamja ekonomike. TAP ka miratimin e Bashkimit Evropian, madje edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si një alternativë për gazsjellsin rus drejt perëndimit. Furnizimi me gaz të lëngshëm nga burime të tjera do të duhej gjithashtu të ishte një objekt diskutimi me partnerët strategjik, që nga NATO dhe deri tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk mjafton të jetë një ndërmarrje amerikane ajo që realizon projektin, që ky i fundit të miratohet nga Amerika. Ajo që nuk u tha pak ditë më parë në Rom, ku u prezantua projekti i ri, është se kush do të jetë origjina e gazit të lëngshëm që do të rigazifikohet. Hipotezat janë dy: Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Katari, por ngarkesa të mëdha dhe përtej Atlantikut vështirëse do të siguroheshin, kështu që mbetet vendi arab, i cili pikërisht tani po stigmatizohet si një vend që financon terrorizmin islamik. Madje është vënë në blokadë edhe nga vendet e tjera të rajonit. Të gjitha këto duhen ripar edhe një herë, pasi nga viti 2008 e deri tani ka rrjedhur shumë ujë dhe kanë ndryshuar shumë gjëra në arenën botërore. Natyrisht Shqipëria do të bënte punë një gazsjellës i dytë, që ndërtohet madje me financimin e të tjerëve. Kjo pasi një linjë do të furnizonte edhe Shqipërinë, veç asaj drejt Italisë. Por gjithsesi, projekti duhet të diskutohet nga e para.